Mesazhi më i madh nga samiti BE Ballkani Perëndimor në Tivat është se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është i gjallë dhe urgjent, ndërsa vendet kandidate nuk duhet të humbasin këtë mundësi. Një mesazh të tillë nga Shqipja e dërgoi ambasadori evropian në vend Mihalis Rokas. Për non-paperin gjermano-francez thotë se është një dokument që e shpjegon në detaje procesin e negociatave, cilat vende, kur dhe si do t'i mbyllin kapitujt. Por në vetvete nuk do të mundsoj që Maqedonia të fillojë të hap klasterët. So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that you need to adopt the constitutional changes because this is the negotiating framework has been agreed in 2022. And this, because this immediately we will go to the Intergovernmental Conference and we start negotiating. So then, and I am convinced that North Macedonia can open and close chapters very rapidly, provided that the reforms which are ongoing, they are implemented. Se i përket ndryshimeve kushtetuese, ambasadori nuk mund të parashikojë se kur do të ndodhin. Ai thotë se ky është një vendim i qeverisë dhe i partive politike, pasi ekziston një procedurë në kuvent që duhet të respektohet. Now, with regard to the constitutional changes, I can make no prediction. This is a political decision. Obviously, we are all aware that it has to happen in the Sobranje. It requires a procedure that needs to be fulfilled. When the moment is right for the government and the political forces to decide to do this final and decisive step, then all the better for whatever we discussed previously as well. Sa i përket reformave, ambasadori thotë se nuk ka dyshim se ka një përshpejtim të fortë në zbatimin e tyre, duke shtuar se ka pasur takim me kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi, në të cilin ka marrë siguri se deri në fund të këtij muaji një pjesë e madhe e ligjeve reformuese do të kalojë në procedurë parlamentare.